Jemi me podcastin Suzan, I cili emitohet në program të mëngjesit në T7 edhe në drive time me Shuki në Paper Radio, po gjithashtu edhe në të gjitha platformat digjitale. E tash u bo dhe një premte, e unë mendis po pres mi u prezentu me një musafire, një gru shumë të veçantë të Kosovës, e cila pranoj me qenë bashkë me mua dhe me bo një muhabet qeltër, e ju kësha lut, mës me haru me na bo subscribe në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe në krejt rjetet sociale, besa, edhe në TikTok kena mja nis shumë shpejt, veç ta mësojmë pak. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Me që jemi ku jemi, e jemi si jemi, mirë se vini në epizodin e radhës podcastit Suzan. Sezona e tretë po e kalon gjysmën e epizodave, tamën edhe viti është tu u kry kadale, po në ritmin nuk jena tu e nal heq. Sot musafire kemi një gru të veçantë, një prizrenalike, që ka rrëfim që tregon edhe guximin e ndërmarsës, edhe kreativitetin e një artisteje të bizhuterisë, por edhe vetë tregimin e Prizrenit, që njohim të gjithë, ku tradita e punës së argjentarëve e zanatit ende ekziston, bile edhe është të lulëzu. Pra, mysafire kam zonjen Zejgjan Celina. Ajo ka pasur një eksperiencë të gjatë në industrinë e këtyne hershit të argjentarisë, por ka vendos me qel një biznes simpatik në qendër qytetit, afër Shadërvanit, ku vetë punon bizhuteri të lloj-llojshme, vetë I shet edhe na u dok muhabet tepër I mirë me nda me juve. Zonja Zejgjan, mirë se erdhe, po besoj që nuk pat kolon, se është e dille. Edhe mujte me ardhe dhe me qene freskët, qysh po të shot freskët që tash. Së pari faleminderit në ftesë, është kënaqësi për mua të jem me ju, të tregoj apo të rrafej pakës tregimin si kena nis biznesin në Prizren, edhe sa janë të punu zanatet në Prizren, krejt qështu. Ka pak. Krejt ka pak. Na këtu në podcastin ton, zakonisht e fillojmë podcastin me një pyetje, të cilit ja bojmë grave të veçanta edhe I pyesim ku fillon rrëfimi yt. Rrëfimi im si filigraniste me 18 vjet. Ama me bizhuteri që 5 vjet edhe ato në mahall ku kam lindë edhe kam jam plak, po plakna, mos tam jam rrit, po plakna aty, në mahall, aty ku ishte koha e pandemisë, derisa të gjithë dyqanet u mshelshin, unë vendosa të hapi një dyqan të vogël, në mahall me një dyqan ashtu të vjetër, të lanë pas dore, tham hajde provoj, të bëj diçka, po për fat mirë, heci gjithçka, mirë edhe sot jam ku jam me një dyqan tjetër, po përsëri me një mahall, përsëri me një mahall që me të vërtet unë jam e kënaqur, mundën me thonë, ama nuk jenë shesh, ama edhe mahalla e ka atë vetën. Për atë arsye edhe podcasti im, është I orientum krejt të mahalla, fillon aty, sepse krejt senet fillojnë në mahall, edhe mandi në një moment krejt kthehen në mahall, që ashtu që është edhe tregimi yt. Dhe është shumë interesant që dyqanet për mahalla janë, unë e mendoj ma tërheqse, se është vetëm një dyqan në atë mahall. Nuk është zinxhiri I dyqaneve, plot dyqane me qenë.
Edhe kur vjen, konsumatori vjen direkt te ti. Se ka një besim që do të gjen diçka te ti, apo diçka e ngren, është diçka që e ngren atë blerës me ardh deri te ti në dyqan. Në atë mahall. Apo më tregon veç pak për fëminin tënde në qatë mahall. A keni lujt me shoqni? Apo ma përshkruan pak ato vite? Po, unë jam e lindur me një mahall në Prizren, që quhet Tabakhane, edhe është pak si qendra e Prizrenit. Kemi lujt, me të vërtet ka qenë ajo kohë kur kena ditë me lujt në sokak. Kena lujt me porta, me klikera. Me klikera sërmisht. Edhe shpesh më thojnë si, po na jena arrit me 3 gjuhë, ato nuk mundemi me mohu. Unë në shtëpi kam folë turqisht, në shkollë kam shku shqip. Qatë shumë kena lujtë, sa që do njerë kur lushim me top, ja e theshim gjamin në fëjshis, ja im shoishim në derë, delke, në se cilën mahall kena pas ka një plak që ka që pak ma i fështir, ati që dilke me na bërtit, apo me na ngre veshin, po diqysh edhe fëminia edhe rinia ka qenë ma e mirë në atë ko, se kemi ditë me i ndihmu njerëzve në mosh. Kur kena pa një të moshuar me një shportën ndorë, na kena ngajt edhe ja kena marrë shportën edhe kena qurë deri në shtëpi. Për fat keq tash rinia edhe nëse që nuk të afrohet. Me zi të flet, se është të ngut. Po, gjithmonë janë në nguti, edhe ashtu që unë jam shumë e lumtur që kam qenë fëmijë asaj kohe, edhe që kam përjetu lojnat në sokak, bukën me sheqer edhe me ujë që kena hangër në rrugë, ka qenë shumë e lezetshme. Nanën e kom pas roba qepse përmendon ka qenë në Prizren. Edhe po zanatin e nanës nuk e kom marrë. Atëhere unë kur e kom pas 16 vjetë, baba ndroi jetë me 55 vjetë. Atëhere krejt situata u ndrun në shtëpi. Edhe mas kryerjes së shkollës së mesme, unë u dasht me hi në punë. Edhe hina, të vërtet ka qenë një thirrje për një kurs intenziv të filigranit, e cila ka qenë... Kur ishe 18 vjeqare? Po, sa e mbarova gjimnazin. Që filigrani ishte e panjohur në familjen tonë. Roba qepësia po, do një zana tjetër po, ama argjentaria ka qenë diçka e pakapshme për neve. E krytëm qatë kursin intenziv, atëhere mas 6 muaj edhe zote edhe na u punsum aty. Edhe aty kena punu deri te trazirat e 99-shit, deri sa u mshel atyja. Mas asaj, unë s'kom pas mundësi të hapi një argjentari, se nuk është një biznis i vogël me pak pare që mundesh me hap. Po, para se me hi të biznisi, mos të haroj me të pyet, me që ata shokët në sokak e shoqe që lune, masi që kanë ndryshu tash edhe Prishtina edhe Prizreni, ata kohën e ende, a bisedoni, a keni shoqni? Kemi shoqni ende, kemi shoqni edhe me të mahallës, që kemi pas rast me qenë 2-3 veta të një gjenerate të një klase. Edhe neve ende, kur bëhet muaj maj apo qershor, na takohemi komplet klasa edhe dalim nda. Ato e kemi çdo vjet. Si ritual. Po, ato e kemi ende. E përpos zanateve, dokufestit e kalos në Prizren, çka e bën për juve Prizrenin të veçantë? Unë mendoj që në Prizren pa keq kuptime, njerëz i kena më të ngrohtë. Ma që mujnë me ndihmu një turistit, apo ato edhe vetë turistat thojnë, edhe vetë njerëz, edhe i Prishtinës më arë, si unë sot që erdam në Prishtinë edhe nuk i di të gjitha rrugët. Në Prizren janë gjendje me të kapë përdor edhe me që deri te vendi ku don të caku jytë.
Atëherë është një atmosferë edhe një atmosferë tjetër. Çka e bën ato është lumi që edhe ajo lum nuk mundemi me e quajt lum verës se shteret krejt. Po emrin e ka lum aty. Është Kalaja që është një prej gjërave më të mira me pas malin në mes të qytetit. Po, Kalan në mes të qytetit na e kemi. Çato gjana janë monumentet historike që janë brenda në qytet. Janë në faktet që është xhamia edhe kisha me një vend. Po. Është të dy kishat. Me një mahall. Me një mahall janë. Po. Edhe kalderami i Prizrenit. Krejt që ato janë, zanatet. Shumë mirë e thatë, shumë të veçantë bën që i ka me një mahall edhe kishën edhe xhamin, është një farë rezultati ngrohtësisë. Unë mendoj që është i vetmi qytet me 4 nacionalitete që jetojmë. Jetojmë shqiptar, turk, bosnjak, rom. Krejt jemi aty edhe na njifemi, personalisht njifen, me njerë kur të flasim se na dim me një fjalim me i përzi 4 gjuhë. Ato ju që na dojmë, po na ka met, edhe për ato edhe na davohemi. Pe bojmë një pauzë të vogël para se me dalë me fol për punimet tepër të bukura që dalin pi durve të zonës Zejgjan. Okej, zonja Zejgjan, apo na tregon pak qysh vendose me qel shitorën e me ju kthy argjentarisë edhe krejt aty në punimeve kreative që i bën me durët e tuja? Që në fillim unë thash që këna punu në filigran, po mas viteve të 20-s, të themi, punëtoria që ka ekzistuar shoqërore ka qenë ajo u mbyll, edhe na të gjithë metëm pa punë. Atëherë për me qenë një dyqan në atë ko ka qenë pak kapshme, ndoshta për mu që si kum pas kushtet. Edhe nisa të mirem me organizata jo qeveritare, me të cilat jam marrë diku rreth 20 vite. Edhe duke u marrë me gra, unë organizojsha edhe kurse, edhe panajire, edhe tu dalë me gra, unë thosha pse s'punoj edhe unë, derisa unë ja voj krejtve, edhe pse edhe unë mos me qenë aty, unë risha me ato tërë kohën, po nuk prollojsha kur gjo thjesht. Edhe kur bo pandemia, metëm pa rroga, si gjithkosh, metëm pa punë. Organizatat nuk punojshin, mo veç online që ka mushin me punu diçka. Edhe në qatë kohën e vendosa me hap një dyqan. Në Covid. Për fat ishte një dyqan aty në mahall e shlira, ma dyqani ka qenë... Jo në gjendje të mirë. Hiq. Nejse, vendosa edhe pak jam si e shpejt, kështu edhe vendosa për një javë ditë, thash për një javë ditë unë dhe ta qeri dyqanin. Për një javë ditë vendosa të qeri dyqanin. Diçka të gatshme kisha që kisha punu për hobi, veç me pas diçka, edhe e hapa për një javë ditë. Që kum hapu në atë dyqanin. Për ato duhet me pas guxim. Unë dhe gjithmonë thëmë, nëse ki guxim do të anin gjithka. Edhe nëse ki besimin në vete. Unë e dyqanin e kum hap me një tavolin një shoqës, me një karik, një kojshie. S'kam pas interijer, s'kam pas asgja. Kam marrë këto paleta që mbajnë, ato drunit, i kum gjyros, i kum bo rafte. Kretë dyqani ka qenë i tillë. Fundore. Kretë fundore, ama kretë fundore. Edhe një kohë, kur mi pa vëllau këto produktet, edhe lula, kom pas shumë, njësoj si te ju, edhe thash, piqes pak lula, ta mbushi dyqanin, ta zbukuroj dyqanin, edhe më thëshin, vëllau, po të Zejgjan me qëto produkte do me e qelë dyqanin, kime dështu. Thash, vëllau, vlavjem, une dështoj. I hupi që ato që i kum pas, ama di që kam bo diçka. Po, faleminderit, ma i madh është i Zotit, që mandej e imja
edhe e tërë shoqërinë që e kam, që më ndihmojnë normal familja, që une ende jo me mshel, po une veç po shkoj për para. Bravo. Faleminderit për klientave që na kërkojnë, dhe janë konsumator të mirë. Dhe isha me të pytë se kur isha në Prizren mi u taku, keni muhabet nëse bën me të pytë, kur vendosemi investu pare të pushimet në biznes, qysh reagoj familja? Familja, po unë jetoj vetëm. Të shërdhau po të zëgjan, po me qka, nejsa, e ka qenë si po të që unë po ta paguj Qirana, për 6 muaj. Se më pa që unë s'po heqi dorë në kur qësh. Po thëmë qërej, 1.000 euro i kam, që ato i kam, dhe se vot koha, mirë me shku në deti, kisha planifiku qashtu. Ama që ato do t'ishti unë në dyqa. Ato hupse janë, unë e dish që edhe nëse shkoj diti, ato pare kam mu hup. Kam i hargju. Bare pi hargjoj diko që ndoshta ja sho hajrit, asaj dyqanit. Edhe një diçka që unë s'kam ditë që do t'a punoj ato, është riparimi i sendeve, bijuterive, apo tash po shoh që shumë gra, vajza, i kanë ingjit pelat, apo ruzat, që i kanë met prej nanës, prej gjyshes, edhe qka për derne, vinë edhe thënë, kanë met me vites, po kam qka me bo, e po du mi mbajt. Na ato i riparojmë, i androjmë modelin nëse donë në gjendje që shka qenë qashtu ja bëjmë, edhe ja u këthejmë atyre. A i përcjell trendet që ka po flitet në për botë, në për fashion të botës, edhe a i inkorporën në prodhimet tuja? Shpesh unë utoj për në Turqi, që këne vëllohët e kam në Berlin, edhe ashtu që unë pak këtu e përcjell dhe gërshetohen të gjitha, unë që ka shonë në Turqi, ajo që ka po shej atje në Gjermani që ka po kërkohet, edhe në mbrëmje e rrim, ose vizatoj, shpesher bëhet e bëj një të tërë, e kry edhe së më pëlqen edhe e shkipi ato. Fillojnë prej fillimit. Kur isha në shqitorën tonë të tepër simpatike, shumë e bukur, edhe aty kish edhe disa mu ishe me vrejt ndikimin edhe të Berlinit, pak, se të ka ndihmu Rina si duket mbesa me ide, po më pëlqej krejt kur u takum, prezentimi, kafja turke që ma bënët për 2 sekonda, edhe atë vendi jëtë ku qëndrojshet mi maru kreacionet e tuja, po të njëjtën kohë edhe vendi ku i shet. Apo ma tregon vish pak një ditë tonë rutina e një ditë të zakonshme. Na zakonisht e hapim në radhë 10 dyqanin. Edhe kur të hapim dyqanin, e hapim, ato e kena tradit në atë Prizrenit me marujnë edhe me qitë para dyqanit, me pastro me evshi, më duk dyqani pastër, adim prej sokakit. Edhe atëri me evshi pakës dyqanin, edhe me vu kafen turke, me dal aty në përshilt e ullë edhe me pi kafen turke, edhe kështu nëse rastiset vjen do një mështeri të pi kafe, na dojmë mos i bëjmë edhe atyre kafe. Dyqanin e kam të vogël, po mendoj edhe po shpresoj që do të kaloj me një dyqan më të madhe, ku do ta kem një pjesë pak më të madhe të punës, se është tavolina, po nuk po mjafton. Po se ishe dendon, e kishe mush me... Edhe që e kam në mendje me bo një qoshe, me një tavolina, po me një dy karika, kur të vjen mështeria ullet aty, edhe bisedon më tregon, jo në kam ajo me më tregu, që ka po donë po mullë, si zojat edhe me më tregu tamam. A do në vendru ma hallën? Vajmë, aty me gjithë në ma hallën, një dyqan të mirë, nuk e kisha ndru, se me të vërtet edhe ma hallën trim aty, pse e kom ndru ma hallën. E që gudzimi ku është, që do njerë nuk kemi gudzim. Aty në mahallë, unë dyqani mahallës, pak ma larkë qendrës adin, aty vike veç kush njihke.
Po. Për fat mirë që më njohin në qytet, edhe vike veç shoqënia. Edhe kush ka tregu ajo marketingi goja më goj. Po. Edhe do isha me tonë në qytet, s'kisha guxim, a do t'i mbuloj shpenzimet une me këto. Kur kohë mas kohë, po vjen kjo zoja e dyqanit, po të zëgjan do është për 2 javë me ma shorë dyqanin, se une po du me renovu për vetja, apo qëka. 2 javë ditë kanë qenë pyetje. Ku ti vendosi une krejt ato? Ajo ka qenë për mu një goditje shumë e madhe që ato kur nuk e haraj, edhe po thonë përsëri shoqënia, merdhën shoqet, mos u mërzit, dalim, gjejmë dyqan, edhe gjetëm që dyqan, ishim shef aty në qendër për mu ajo dyqan, edhe ato, po, dyqani nuk ka vitrin. Po dusha me bo diçka me improvizu, diçka jashtë, që me i tërhek mishterit, se nuk u shike që ka aty, ese dyqan. E ki pa ato dollapet e kaltërta. Krejt maru me vetë mi vendos kreacionet. Edhe mirë është, tash jam mirë, nëse nuk po me ndoj presion, nuk kisha ndru, ama me pas kushtet, përsëri kisha bo, jo me ndru me gjithë diçka pak ma të madhe. Do me thonë, s'ka mundal. Jo, mundal jo. Jo, mundal jo, ishala veç shnetën e kjena edhe të punojnë. E muzika, ndëgjon muzikë, se na kena qef prej musafireve tona të veçanta. Ndëgjoj muzikë. Një kongë me na tregu që të pëlqen, që kishe nda me neve, e na me lëshu këto dhe me ngu krejt bashkë. Une ndëgjoj rockin pak, kam ndëgju Aja con Dios, shumë, Beatlesat, Rolling Stonesin, ama qka kisha thonë gjurmët edhe trenin në Prezran. Që ajo është ma asi që s'mune me qene Prezrenit edhe me ndëgju kam tjera zban. Zban. S'kam ljan kena pa e përmen, dashuri so i kam ljan ven, dashuri so i kam ljan ven, o në tren për zëren, e mua një hero më ka thënë një plak, kënga haleve u bën lak, kënga haleve u bën lak, ose jeta nuk është kajmak, o nuk është kajmak. Ma fale ma herët për atë marketingun goj më goj. Qysh i ki punë me rjete sociale, a kam punimet të tuja potencial mu bo viral? Qa ta mërmendja? Shif, ato duhet me punu në ato. Unë nuk kam ko me qenë në të njëjtin ko tankon laptop, edhe me dhejt me punu, edhe me shqit se nuk muj. E kam një punëtore, është shumë e mirë, po nuk mune me ngarku ato edhe ato. Normal. Edhe ashtu që mirë është, kishin mujt. Edhe ma mirë. Kisha me arrit, edhe ma mirë. Po me pas edhe një njëri aty. Edhe këtë... Krejt qashtu dhe na. Edhe këto kisha me cek, edhe të rinia, edhe të familjet, se s'ka ma mirë se biznisi familjar. Unë ato e shumë mangësit unë, që nuk kam njërës që ta formoj biznisin familjar. Se me të vërtet ka punë, edhe ndryshe është kër e ki punëtorën, ndryshe kër e ki familjarin aty. Do shta me menagju me punëtorin ma mirë është sa me një thmi tonën, se punëtorit që tu është pa qëtër ki me punu, djali nuk në ngonë. Po. Ama përsëri biznisi familjar është biznes. Ma i mire. Ma i mire. Ndeq tash e pom që guximin që e keni pas gjatë rrugtimit tënd, a kishe mujt me jep një këshill për krejt neve prej cilit gabim ose naj element që kishit mujt me potencu gjatë eksperiencës tone me na tregu neve që mundet mu te i kalu edhe qaj. Mundet. Une jo pak
po njoh edhe shumë gra që ja nisin një biznis, një vjet, 2 edhe e mshenin nuk po shkon, nuk shkon. Qëre biznisi, zdi, po thomë, ndoshta edhe pak koha edhe mosha ka bo edhe një biznis, duhet mas pari 2-3 vjet ajo me ushqy veten. Jo me marrë prej dyqanit, po me adhon dyqanit 2-3 vjet. Mas 3-4 vjetet, atëheri dyqani ka me të ushqy ty. Atëheri dyqani ty ka me të. Na s'kemi durim me prit ato. E mshenim dyqani për që nuk jem. Që ajo është e tëra. Faleminderit se kom qef edhe me një që si këshilla se po na mungon durime. Që ajo është ma si që duhet njeriu me pas durim. S'mundet nuk janë, zanatet nuk janë, që mundesh mu pasunu ti mrena natës. Për që ato edhe zanatet po dezin, se rinia nuk po hin me punu një zanat. Ta punon një unas sërmit aty duhet një kohë gjatë. E aji nuk mundet me ndajt me nëzhe karikën me pun një unas sërmit apo një qafore, me hup tanat kohë, se aji mramje ka me dal me shetit edhe këtë me paspare. Ashtu që rinia duhet pak ndëgjoni rinia. Duhet pak me punu, pak ma tepër me punu. Unë s'po thom me bo gjumin haram pak. Mos me flejt, pak ma tepër me punu edhe me arrit diçka. E nëse kishe mujt me ristartu, me ja bo një ristart jetës profesionale, me rifillu karjerën, ama diçka tjetër. Qka kishe pas qef? Me punu ose me dit? Me diçka tjetër ku nuk e kisha bo, po qka kisha bo me bo një atelje pak ma të madhe, ku kisha bashkan gjitë jo veç aksesor, po edhe garderob, ama jo të blene, po të punume. Po të punume. Apo dolim këtu edhe të një dizajnere mode, zonja Zigjan? Nuk jam lartë prej atë. Jo. Nuk jam. Se njeriu nëse dizajnon një voth, apo një qafore, një diçka edhe një festane dizajnon, se janë punë të imta. Okej, me këto fjallë që ka që inspiruse edhe që po nashtin edhe neve me pas guxim, që ti podcasti i erdhi fundi zonja Zigjan edhe shumë faleminderit që na nderove me qenë këtu bashkë me neve edhe me pas që ka që muhabet frymëzuese për një me, po nina shumë mirë ma skrej që ti muhabeti që e pata me ty, se prej gjdo pytje teme del ke ka një që thujmë biser, prej që ka do që edhe krej që ka pata i mora. A i mora mirë, unë e faleminderona edhe juve edhe stafit, që më respektut, erdhe deri në prezeren më ftuat këtu, edhe jam knaqë. Edhe para se me përfundu deshta me të pyt, apo të pëlqen që po më rinë qëto kreacionet tuja? Shumë bukra, po në herën tjetër të voj edhe qafas një. Apo? Të vojmë të marë kompletin. Tepër bukur po mdokën, e me qëtë bukuri, të mbyllim këtë epizod, e ju mundim një mëna për cilë në të shtatë, Drive Time me Shukin, në Paper Radio dhe krejt rrjetet sociale, edhe që ndroni mrekullueshëm. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan.